të ka. Kjo dhe shumë të nashme. 2001-shin, isha në Greqi, shkova në Greqi, e mora me blet deri në 2010-ën. Greqi, 2010-ën nuk ktheva në Shqipëri, edhe po punoj akoma me blet. Po, të shi për momentin këtu ka kumlla, ka qelë kumlla, dhe sjellim pak pjalm për kumllës, pak po lën, edhe ka edhe lule tjera, ca lule të verdha si kanë qelë. Dhe sjellim po lën për asaj, dhe më atë zhvillohet pjellja, ushqem pjelljen, zhvillohet bleta, rritet bleta. Edhe kam qef që të rri vendin tim, edhe të merrem me bletët, që është i pasion që më pëlqe. Kam dhe indritin që më bje kontrollo si hec, ndihmo më, si me thonë se jam bletëz i ri, edhe kam pasion që të lajnë kurbetin dhe të merrem me bletët të Shqipëri. Kam shtu deri diku, po du të shtoj edhe mo, edhe të merrem vetëm me këtë punë. Të shime që Edi Rama kërkot që thot të rinia të punojnë në Shqipëri e të merret me Shqipërinë, dumt na vjen pak dorë këtë bletët. Ma shumë, si me thonë, se dhe 10.000 lekë për koshere që jep ai, na kemi edhe humje bletësh, si me thonë. Ato nuk i dalin vetëm për mjekime, aq për shembull sa jep shteti. Na vjen dorë pak ma shumë. Si mas zonave, për shembull, këtu nuk është zona që duhet kenë një fjalë se nuk përballojnë zona më shumë. Shtektimet këtu janë shumë të vështira që ti shtektojmë për malët se gjate nuk ka në shumë. Janë gjate cop, e kam ne pasion që merrem me ta. Edhe këto tani si ne do të na japin çik ti një fjalë që ka të mirët e veta që na shtojnë qumshtin për shembull që e morim ne, mjaltin, ka tyllin, ka polenin, edhe propolisi, po, që janë tardat në fjalë që na jep. Tu po futën të mjaltat e trekut jashtën, edhe janë tërheq një qik njerëzit që nuk po besojnë edhe nga prodhimi. Në vështirë ta dalloj një klientët mjaltin. Por ka se janë disa metoda këtu praktike, për shembull, që e hedhin në ujë, nuk shkrinjet shpejt. Një fjalë, nuk me djegë letër, po unë si bëj këta se e di se çfarë prodhimi ja, por nuk i por janë disa metoda se ka të bëjnë edhe ngjyra. Ngjyra nuk ka të bëjnë ngjyra, ngjyra është si mazonëve del mjalti. Subvencionet janë një çik të ulta. Nuk ka se paguajnë disi shumë. I kemi morë subvencionet, por është 1.000 lekë, ose 10.000 lekë të vjetër për koshere, ka që japin. Jo, numri kosherëve unë kam marrë në vazhdim, me rritje. Kam marrë gjithë një më rritje. Edhe po prapë do i rrisë numrin. Kam marrë nga një bletë, kam marrë gradualisht më rritje, por unë maj blet sa përballon zona, nuk maj më shumë. Fshati jonë ka qenë rreth me 300 shtëpi më përpara. Sot kanë ngel shumë pak, sidomos vetëm moshë vjetë kanë ngel. Të rit nuk, po të zonë se vetë fëmijët e shkollës edhe ata pak kanë ngel edhe sa të marrin shkollën e ikin. Vazhdojnë rrugën e emigrimit. Infrastruktura, ja, për shembull, që zanë gjatë, ja nuk është që ka vite që nuk po me 2 kilometra e gjatë nuk po asfaltohet. Që kemi si fshat, nuk po asfaltohet, jo. Do të asfaltojmë sot, do të asfaltojmë nesër, nuk po bërë një asnjë gjë.